Profesori Sadri Ramabaja ka reaguar ashpër pas takimit të ish-ministrit të jashtëm Enver Hoxhai me diplomatin amerikan Christopher Hill. Në reagimin e tij në Facebook, Ramabaja ngre akuza dhe dilema serioze mbi natyrën e këtij takimi, duke bërë krahasime mes figurave që sipas tij kanë vepruar si lobista apo bashkëpunëtorë të Serbisë, si dhe duke vënë pikë pyetje përgjegjësinë politike dhe morale të PDK-s në raport me idealet e dala nga lufta e UÇK-s për cilë bota sot. Në vim, shkrimi i plot. Enver Hoxhai, i cili është dallimi mes Christopher Hill dhe Fatmir Shehollit, i pari e pranon publikisht se është lobist i Serbisë dhe paguhet për punën që bën. I dyti, që në moshë të reje në vazhdimsi derisa është arrestuar, i zënë në flagrancë, po ashtu publikisht ka punuar për Serbinë. Nga naiviteti her pas here në media, ky i fundit e pranon se ka punuar në UDB në sektorin e analitikës, duke pretenduar se opinioni e rehabiliton nëse nuk ka qenë oficer zyrtar operativ ku është ushtruar dhunë fizike. Turpi se dhe ignoranca kur shpërfaqen kështu do të duhej të kishin kosto politike, apo në PDK nuk ka mbetur asgjë nga idealet e UÇK-s. Pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025, situata politike në Kosovë ka marrë një intensitet të ri. Edhe pse rezultati i zgjedhjeve ende nuk është certifikuar dhe nuk ka filluar procesi formal për krijimin e qeverisë së re, ndërkohë që mandati i presidentes Vjosa Osmani përfundon në prill, duke i vënë institucionet përballë sfidës për të siguruar vazhdimsinë e shtetit. Në këtë kontekst, deklaratat e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), që refuzuan të votojë kandidatin e propozuar për presidente të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), që kushtëzon votën me një marrëveshje politike, janë parë si shenja të një bllokimi potencial të institucioneve. Ekspertët theksojnë se këto qëndrime tregojnë një mungesë reflektimi nga partitë opozitare pas humbjes së zgjedhjeve dhe rrezikojnë të dëmtojnë funksionimin normal të shtetit, duke ushqyer tensionet politike dhe duke kërcënuar proceset demokratike, kurse mandati i presidentit shihet si një test për aftësinë e opozitës për të vepruar me përgjegjësi institucionale dhe respekt për demokracinë. Agim Aliçka, i drejtori ekzekutiv i LQSH-s, ka thënë për Bota Sot se qëndrimet e PDK-s dhe LDK-s tregojnë se ato nuk e kanë planuar humbjen dhe po vazhdojnë sjelljen që dëmtojnë demokracinë dhe funksionimin e institucioneve. Ai e konsideron bllokimin e zgjedhjeve të presidentit si të keq dhe jo normal, edhe nëse nuk është shkelje e kushtetutës. Më 28 dhjetor 2025, populli i Kosovës e ndëshkoi opozitën me votë për shkak të gabimeve katastrofale të së kaluarës dhe bllokimit të shtetit. Deklaratat e PDK-s se nuk do ta votojë presidentin dhe të LDK-s se nuk do ta votojnë askënd pa një marrëveshje politike tregojnë se ata nuk e kanë kuptuar se i kanë humbur zgjedhjet. Duket se PDK-ja po e konsideron një humbje të vogël si fitore, ndërsa LDK-ja po e trajton një humbje të madhe si diçka normale. Është e qartë se krerët e partive opozitare e kanë humbur rrugën, në vend që të reflektojnë dhe të ndryshojnë, të gjitha shenjat tregojnë se ata do të vazhdojnë me shkeljen e demokracisë dhe rënimin e shtetit. Bllokimi i krijimit të institucioneve dhe i zgjedhjes së presidentit mund të mos jetë shkelje kushtetuese, por është i keq dhe jo normal në një shoqëri demokratike. E vetmja shpresë që mbetet është që antarësia e gjërave të tyre të gjejë mënyrën për t'i detyruar ata të kthehen në rrugën e duhur. Grenellat, Ramot dhe miliona dollar të Vučićeve nuk sjellin nder, por as nuk i ndihmojnë askujt. Situata aktuale dhe ecja përpara janë shumë të thjeshta. Fituesit e zgjedhjeve kanë të drejtë dhe obligim të propozojnë kandidatin për president. Populli i Kosovës me të drejtë pret që kryeministri Kurti ta nominojë zonjën Vjosa Osmani presidente edhe për këtë mandat. Arsyetimi është i thjeshtë. Ajo i plotson të gjitha kushtet me aftësi dhe rezultate të pamohueshme. Kjo është në interes të Kosovës, të kryeministrit Kurti me koalicionin e tij dhe të partive opozitare, ka potencuar ai. Gjithashtu, Aliçka i ka theksuar se opozita mund të refuzojë Vjosa Osmanin vetëm me fakte dhe argumente reale, jo me qëndrime personale apo emocionale. Sipas tij, deputet opozitar duhet të votojnë ose të paktën të mos bojkotojnë seancën, pasi largimi nga salla është veprim antidemokratik dhe përgjegjës për bllokimin e shtetit. Ai paralajmëron se çdo dështim apo zgjedhje e re do të faturohet atyre dhe popullit.